ndërun, po. Ankesa tjetër është për luginën e Preshevës, shteti nuk është të bo kur gjo. Po. Për qysh po i referohesh? Nuk po i... Referohem se na nuk kemi drejta në Kosovë, shkijet në Presheva që i kanë të drejtët krejt. Po që të mos përdojnë së të termet nuk në lejohen në transmitime, por po thua që nuk ka, po i drejtohesh punës së të drejta? Nuk kemi, në Preshev, nuk kemi asnjë televizion shtetëror. Po. E dyta. Po. Dokumentacionin neve në Kosovë nuk kemi as të njoftime, as shtetësi, as kur gjë heq. Do thotë shteti si shtet nuk na jep. Kanë met njerëzit as në aton, as këton, se Serbia i ka fshin krejt atje për dokumentet, Kosova nuk përjep, ata kanë metën pa dokumenta. Kjo do dusht me boti shkanë që këtë drejtem shteti, sepse as nuk marrin dokumenta, as letë njoftime, as shtetësi, as kur gjo. Do më thonë, pa dokument me një shtet me jetuan, është shumë keq. Po, pajtojmë këtu, një ka qenë realisht tem diskutimi shpesh, e kemi pasur edhe me shtetar nga Lugina. Po, edhe një pjesë të fundit, lutem edhe ankesën e fundit e kam. Po. Po, dëgjoj. Unë e thash jam i Preshevës, ka marrë pjesë në luftë, në zonën e Dugagjinit koshare. Veteranët e luftës nuk janë të i drejtu kur gjo, nuk janë të i ndihmu kur gjo. Me 200 euro nuk mund me jetu qaj veterani luftës. Po. Duhet me bo diçka shtetin këtë drejtim, sepse vetë vendosja në fillimit ka ardhur dhe ka thonë që kena me bo e mi pasru listët, e listat jënë rritë edhe ma shumë. Po, është diskutuar, është protestuar edhe për këtë problem nga veteranët, ligji për veteranët. Ligjin duhet me bo me mbet qashtu 15.000 veteranë që të kanë qenën, hajde edhe 20.000 veteranë tjerë, jo 65.000. Po, tu besoj pajtojme për këtë për këto ngjarjet që pëndodhen për këtë pjesën e veteranëve. Hala motor, hala nuk ka shteti asnjë numër sa veteran kanë dhënë e kanë mbyt veten, 51 veteran e kanë mbyt veten për shkak gjendjes ekonomike. Po që të mos flasim për to, zotëri, falenderoj shumë, sepse janë pjesë e vështirë për me diskutuar.